Kasandra, përshëndetje, ku je pozicionuar si po ecën deri më tani procesi votimit? Rovena, të përshëndes nga Corriku, në fakt është një nga 5 bashkit e vendit ton, nga cila kjo në këtë të diel po zhvillon zgjedhjet e pjesshme lokale, nëse do të flasim për pjesëmarrjen. Kemi në fakt një përditësim të fundit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, se takon pjesëmarrjes deri në këto momente, bëhet fjalë për një votim në 22.3% të qytetarëve të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre të lirë për të zgjedhur kështu kryetarin e ri të bashkisë. Këto shifrat përditësuara së fundmi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Rovena, po t'i krahasojmë në fakt me zgjedhjet e 14 majit të 2023-shit, vërehet një pjesëmarrje më e ulët këtë vit, pasi në zgjedhjet e 2023-shit pjesëmarrja deri në orën 15 ka qenë 26.2%, çka do të thotë se në këtë zgjedhje është vërejtur një pjesëmarrje më e ulët e qytetarëve drejt kutive të votimit. Në fakt, nga vëzhgimi jon në terren, ka qenë një proces votimi të jetë i qetë, pa ndonjë problematik, sikundër edhe patëm mundësi që të ndiqni nga materiali përpara këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ka qenë një proces pa problematika. Qytetarët edhe në këto momente vjojnë të shkojnë drejt qendrave të votimit për të shprehur kështu vullnetin e tyre të lirë dhe për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Në këtë bashki, në fakt, prej 6 vitesh e drejtonte Andi Salla me një mandat të plot që ushtroi prej 4 vitesh në fakt, dhe prej 2 vitesh tashmë e lën përgjysmë pasi në shtator të këtij viti u emërua si ministër i bujqësisë dhe i zhvillimit rural, çka do të thotë se kryetari i ri që do të dalë në këto zgjedhje nga vota e lirë e qytetarëve do të drejtojë Bashkinë e Cerrikut për 2 vite të ardhshme deri në zgjedhjet e 2027-s, atëherë kur do të ketë zgjedhje lokale në të gjitha bashkitë e vendit. Për drejtimin e Bashkisë së Cerrikut janë në garë 3 kandidatë, ndryshe nga zgjedhjet e 14 majit të 2023-shit, kur garonin vetëm 2 kandidatë. Këtë herë janë 3 kandidatë në garë. Është Florenc Doka nga Partia Socialiste, i cili aktualisht në fakt mban pozicionin e nënkryetarit të Bashkisë së Cerrikut, që synon të marrë plotësisht drejtimin e kësaj bashkie për të paktën 2 vite të ardhshme. Sikundër tham, kemi kandidatin që pretendon se është i pavarur por i mbështetur nga opozita, është Amarildo Hoxha, dhe kemi edhe kandidatin Eligert Hima, që është nga radhët e nismës Shqipëria Bëhet. Në total në Bashkinë e Cerrikut janë 57 qendra votimi dhe numri total i zgjedhësve në listë është 38.724. Megjithatë, sigurisht për pjesëmarrjen pritet shohim në orët në vijim, deri kur edhe të mbyllen qendrat e votimit, se cili do të jetë rezultati në këto zgjedhje, cili do të jetë kryetari i ri i Bashkisë Cerrikut. Faleminderit Kasandra Pali, punë të mbarë.